سائم الهوى رأيت المجد يشرق في دجانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Prej veseve ose cilësive për të cilave duhet me pas kujdes besimtari është mendjemadhësia. Për shkak se mendjemadhësia e sjell njeriu vetëm dëm, vetëm sherr, vetëm zarar. Edhe nuk e ka përdor mendjemadhësinë kush veç se ka marrë prej saj sherr. Mjafton fjala Allah subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa taala nuk I don ata të cilët janë mendjemdhaj e që lavdrohen. Zakonisht, ai që është mendjemadh, më njëherë mas mendjemadhësisë e ka lavdin, lavdrohet. Dhe në ajet, Allah subhanahu wa taala I ka sjell të bashkuara. Wallahu la yuhibb kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa taala nuk I don. Vetëm fjala Allah subhanahu wa taala se nuk don të tillë është e mjaftueshme për gjithë secilin besimtar, mos me pas mendjemadhësi në veten e tij. Mendjemadhësia më njëherë mas vetes e bjen ose tërheq lavdin. Ai që është mendjemadh më njëherë lëvdohet. Dhe lëvdohet për me arsyetua për me mrije mendjemadhësinë e vet. Allah subhanahu wa taala ka sjell edhe këshilla të pejgamberëve që ja jepnin fëmijëve të tyre prej këshillave të përmbledhura në radhë pas adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, ishte këshilla mos me pas mendjemadhësi. ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Mos u përball me njerëzit me arrogancë. Mos u sill me njerëzit me arrogancë. As mos ec në tokë me krenari. Sa Allahu subhanahu wa taala nuk I do ata të cilët ecin me krenari, ata të cilët ecin me mendjemadhësi dhe pas asaj lavdrohen. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se prej shenjave kryesore të mendjemadhësisë është nënçmimi të tjerëve. Prej shenjave kryesore të mendjemadhësisë është nënçmimi të tjerëve. Kurse nënçmimet të tjerëve mas shumë të pastaj bëhet, kur të tjerët folin, fjalët e tyre I llogarit sikur që janë kurrxhaiç. Shenja kryesore e mendjemadhësisë është nënçmimi të tjerëve. Kurse shenja më kryesore se jetë të I nënçmuar të tjerët është se fjalët e tyre I llogarit sikur që janë kurrxhaiç. Veç fjalët e tua janë të mira. Mendimet e atyre janë kurrxhaiç. Vetëm mendimet e tua janë të mira. Kontributi I atyre s'është kurrxhaiç, vetëm kontributi jot është I mirë. Punët e atyre janë kurrxhaiç, veç punët e tua janë të mira. Ti më paskon e kishe bë më mirë se që kanë bë ata. Ti më pas fol, kishe fol më mirë se sa që kanë fol ata. Më paskon përgjësia jote te kishe bë kret janë këto elemente shenja që njeriu të llogarit veten e vet shumë superior ndaj të tjerëve. Ajo është të menuar se veç ky ka aftësi edhe automatikisht ata të tjerë nuk kanë aftësi. Allah subhanahu wa taala kur ka fol për
ata të cilët janë munafikin, prej cilësive të tyre, Allahu subhanahu wa taala ka përmend me një madhësinë. Sa që munafikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët i llogaritnin ignorant. Shifni, sahabët, sigur që ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala e pas mëshirua, ka thonë hum a'lamun nas, janë më të diturit e njerëzimit. Çështjet e fesë, gjithmonë jam të fol. A'lamun nas, sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë më të diturit në çështjet e fesë. Po specifikojnë çështjet e fesë për shkak se në disa ligjërata të mëhershme kam përmend se besimtarit nuk i duhet asnjë lloj diturie përveç diturisë nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka sjell dikush komunua me thonë sikur që na jemi kundër diturisë. Ne jemi kanë të folë gjithmonë për çështjet e fesë, nuk kemi kanë për çështjet të folë bujqësisë e gjërave të tjera, ose të shkën ato janë dituritë të tjera. Për çështjet e fesë, besimtari nuk ka nevojë për te librit të Allahut, sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka nevojë. Gjithmonë jam të fol për çështjet e fesë. Por çështjet e mjekësisë, ai normal se ai që mjeku i dhënve ka me studiu me e tjetër, ne jam të fol për çështjet e fesë. Besimtarët nuk kanë nevojë për filozofi, nuk kanë nevojë për demokraci, nuk kanë nevojë për asnjë sistem hiç. Kanë nevojë vetëm për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Allahu ka plotësuar këtë fe dhe nuk ka nevojë kurrë për te kësaj. Asnjë mungesë nuk e ka besimtari kurrë në çështjen e fesë nëse i përmbat librit e Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë sahabët a'lamun nas, njerëzit më të ditur të umetit, deri në ditë kiametit nuk vijnë njerëz, nuk vjen gjenerat të cilët e kanë njoftë fen, e kanë kuptuar dhe e kanë praktikuar më mirë se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa arhamuhum, dhe Sheikhul Islam e vazhdon fjalën e tij thotë dhe ata kanë qenë më të mëshirshëm gjithashtu ndaj umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse i bëhet një analizë fjalës së Sheikhul Islamit, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua gjendjes së sahabëve dhe gjendjes së disa njerëzve që sot e përkatësohen sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë qenë më të diturit e muslimanëve dhe më të mëshirshmit për muslimanët, kurse sot i gjen më të ashpërit për ndaj muslimanëve janë ata më gjahilat e muslimanëve, edhe komplet angazhimin e bojnë kundër njerëzve të që i përkatësohen fesë islame, asnjë angazhim nuk e kanë kundër atyre të cilët e luftojnë fenë Allah subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin më të diturit të njerëzve, munafiq çfarë thonin? Qalu an nu'minu kama amana as-sufaha, thoshin ata me një letë. Me një letë është budall. O idha qila lahum aminu kama amana an-nas, kur i thuaj atyre munafikëve të cilët në rëndësinë e tyre e kishin më një madhësinë, besonin që po bëse njerëzit, kurse njerëzit në këtë kohë që besonin ishin vetëm sahabët dhe fjala komenti i fjalës së Allahut, besonin sigur që kanë besuar njerëzit, besonin sigur që kanë besuar sahabët. Qalu an nu'minu kama amana as-sufaha, ata për shkak të një madhësisë që e kishin në vetët e tyre, thoshin me besuar na sikur që besojnë ignorant, me një letit, budall. Kush janë me një letë sahabët? Për shka janë me një letë në çështjet e fesë, se Allah subhanahu wa taala i thirrte ata në besim. Tash cilësia e munafikëve ishte mendimësia. Dhe nga mendimësia, ata nuk mendonin se mendimi, besimi, angazhimi, bindja, të gjitha e të tjerëve është jo e saktë, se mendimi këtu është më i mirë se sa i atyre. Thotë Allah subhanahu wa taala wa minan nas, duke treguar cilësitë e munafikëve, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa lad al-khisam, njerëz munafik të cilët ka folin të mahnitin me oratorinë që e kanë,
por ajo është çështje sipërfaqësore. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin thelbin, besimin, jo oratorin. وإذا تولى السعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Ata sa herë që u jepej mundësia me atë aftësinë që e kishin bënin sherr. Po ti me që je ka që aft, pse i bën sherr njerëzve? Sa herë që u jepet mundësia munafikëve, pushteti, autoriteti, ata bënin fesad, bënin sherr në tokë. I bënin sherr njerëzve dhe i bënin sherr bimëve dhe krijesave të tjera. Po ju me që jeni kaq të aftë, pse i bënin gjithë to krime, gjithë to vrasje, gjithë to zullume. Dhe njëta vlen edhe për pabesimtar, deri në kiamet. Thirrin në diturie, përparime, njerëzia, atë, po më që kokë ka civilizu, po pse për mytë një gjitha njerëz, mërë. Pse në të bojë gjithë këtë fesat? Me këtë përparim, me këtë dituria ka që juve me mytë njerëz. Aftësia juve është me i bëhë zarar muslimanve? Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allahu subhanahu wa taala nuk dën shkatrim, fesad, nuk dën. Allahu subhanahu wa taala dën përmirësim me bë jetën këtë dynja të jetueshme për smiri. Duke i bërë ibadet Allahu subhanahu wa taala dhe duke mos i bë padrejsi kërkuna. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa idha qila lahu ittaqillah, dhe tash vjen shprehje cilësia atyre të cilët në vetet e tyre kanë menjëmallësi. Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Kur i këshillon dikush ata dhe prej këshillës, ku më thon njerëzve është më thon ke frikë Allahu subhanahu wa taala, kur i thuhet atyre ke frikë Allahu subhanahu wa taala, akhadhathu al-izzatu bil ithm. Ju vjen i noti. Çe më thon i noti? I vjen i noti se ti më kallëzu mua me pas frikë Allahut ta? Kjo është kthesa, kthimi. Këto është kundërpërgjigje atij në zemrën e cilit ka menjëmallësi, edhe pse Ibn Qayyim Allahu subhanahu wa taala pas më shërua, thot besimtari bjen në pozitën më të vështirë kur i thuhet atij ke frikë Allahut. Besimtari bjen në pozitën më të vështirë për me kthy përgjigje kur i thuhet atij ke frikë Allahut. Për shkak se kur i thuhet ke frikë Allahut, me thon thot Ibn Qayyim se po unë kam frikë Allahut, atëre i bje se jetë u livdu. Allah subhanahu wa taala ka ndaluar njeriu me livdu vetën. Me thënë jo nëse kam frikë Allahut, atëre bëhet qafir krejt, ale ma keq. Dhe thot Ibn Qayyim Allah pas më shëruar, nëse dikush thot ke frikë Allahut subhanahu wa taala, përgjigja e vet me saktë është me thonë Allahumma ij'alni min al-muttaqin wa Allahumma mosat jemi devotshëm. As kur gjë s'u thot tjetër. Ai munafik që thot ti më kallzon mua me pas frikë Allahut, ti kemi më kallzu mua. Kur e bënë ti më thonë mu ki frikë Allahut, pse shka po ta e kthen në akuzë me ne të marrëmënia që institutë me Allahut, kret këto janë përgjigje prej munafiku. Asnjë prej këtyre nuk është përgjigje prej përgjigjet një besimtari. Përgjigja një besimtari është nëse i thuhet, tash në këtë rast ke frikë Allahut subhanahu wa taala, po në rastet e tjera çdo kush që jep një këshill, e cila është mbrenda kornizave të këshillës, nuk është e destinuar për poshtrim, as nuk është e destinuar për mashtrim, besimtari duhet me pranu. Edhe nëse ndonjëherë e shef se ai që tu të këshillue, po në mes e ka dikush menon që do të këshillue, po hiç s'do të këshillue, mirë të Allahu shpërbleft, kjo të dhon një muni. O të e bëni kontribut, me të një mua diçka për çështjet mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shumë i jep të kujdes mos me qenë njeriu me një madh, sa që në hadithin të cilin e transmeton Ebu Davudi në Sunan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një njeri që rrobën e tij të poshtme e lëshon nga menjëmallësia për te zogët kamës më poshtë, Allahu subhanahu wa taala nuk ka më shikua këtë njeri në ditën e Kiametit, as nuk ka më i fol, as nuk ka më ia fal gjunohat. Ky s'ka bërë kur gjë hiç. As nuk e ka poshtru kan, as nuk e ka ofendu kërkan, as nuk ka bërë fesad kur gjë hiç, as një gjë hiç, veç i ka lëshuar teshat e veta, që i ka bler me parat e veta, në zogën e komës vet, pa i bërë dëm kërkujna hiç, ama veç se ka bërë veten me një mallësi,
e fiton që Allah subhanahu wa taala në ditën e kiametit mos më shikoj hiç. As mos më fol atina hiç, as mos më afal gjunat hiç. Për çështjeve të cilat i humb njeriu, qoftë edhe besimtari që ka menjëmallësi, për shkak se menjëmallësia është në dy lloj, menjëmallësia e cila arrin shkallën e kufrit dhe nxjerr prej feje, dhe menjëmallësia e cila nuk e arrin shkallën e kufrit, personi metet besimtar. Tash nëse është niveli i menjëmallësisë që nuk e ka mri nivelin që të nxjerr prej feje, por kalon megjithatë besimtar, ama zararin, sherrin që kemi apo kësaj menjëmallësie për çështjeve të para është nuk fiton nga dituria dhe këshillat e të tjerëve. Kushdo që ka menjëmallësi, jo të nivelit që e nxjerr nga feja, mbetet musliman, por për sherrit të kësaj menjëmallësie, ose sherri i parë i kësaj menjëmallësie është e pengon veten e vet, ja bën haram vetes vet, mos me përfitua për diturisë se gati kërkuna në këtë dynjë. Hala nuk i din shohin atë mirë, ulemat e thotë që këti s'ban mengu, këto s'ban mengu, se kë ka gabu, 100 probleme i bën. Kush ka u bo kjo mundësi me ditën të këtë nivel ka shnalt me i klasifikue njerëzit e diturisë? Kush ka qua këtu përveç se menjëmallësia? Ose, tamam, që s'pingojmë ata, ta të ngojmë ty, me njëre që në kryt, po, ngonë mua që shja. Në ngu ty. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, wa ke eji min ajetin fis samawati wal ardi yamurruna alejha wa hum anha mu'ridun. Sa argumentet i shohin këta me sytë e tyre në qiell dhe në tokë. Amo ja kthejnë shpinën, veç për shkak të menjëmallësisë, hiç nuk nolet me e shtjellu, bële me kuptu atë argument me këshyr, që ka dosh me thonë kënë njeri me qasin e ti? Për menjëmallësisë, hiç nuk e ndëgjon ato që ka të thonë hiç. Ja kthejnë shpinën me nere, për shkak se kjo e ndërton bindjen e vetë. Pastaj, nëse të tjerët nuk flasin si pas bindjes vetë, nuk e ngon hiç. Dhe këte djetarët e hershëm, për këte kanë bërë shumë prova. Sa që ka në disa transmitime, se her pas here bëhet valë, që njerëz të prishur, i akuzojnë njerëzit e cilët kanë pas një farë bagazhit të madh të detyrisë në të kaluarën. Dhe kjo vjen her pas here. Kështu është përsërit në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse njerëzit të cilët kanë menjëmallësi i pengon dituria e arritura atij tjetrit. Dhe me që kjo nuk e ka atë nivel të tillë, ka dëshira të me ul, me shpifje, me rrena, me menjëmallësi me të tjera, mirë që këtë ulet ai kjo me met vetë në sipërfaqe. Në të kaluarën, edhe sot, sulmueshin njerëz të caktuar të diturisë me ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe flisnin fjalë të këqija për ta. Flisnin fjalë shija për ta. Kanë folur për Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, kanë folur për Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kanë folur për Imam Ahmedin, kanë folur për plot dietar. Dhe dietar të tjerë, i merrnin librat e tyre. I heqnin faqet e para të librit. Dhe emrin e autorit. I heqnin me lexu këtë libër. E lexoj kaj. Kur lexoj kjo, ko ka libër i mirë. Po dhe po Imam Ahmedi e ka shkruar. Ko ka i keq. Se kur nuk e din kush e ka shkruar këto, e lexon. Kur e lexon i sheh argumentet. Momentin që e kupton kush e ka shkruar këto, ja kjo është e keqe, po sepse s'do e keqe kur si ke pa faqet e para të librit. Njëtën fetfa, me e thonë, edhe me thonë që ka thonë ai që ky, me menjëmallësinë e vetë don, më njëherë thot, ko ka e mirë. E thonë që do ka thonë që këtë tjetëre, jo, se kjo e keqe, po janë njëtat fjallë. O ke ejim min ajetin fis samawati wal ardi yamurruna alejha, o hum anha muridun, sa argumente, sa i shohin këta me sytë e tyre, edhe në tokë, edhe në qiell, dhe ka mas ka sillen, ama ja kthejnë shpinën. Kush i ka bë këta mos me përfituar prej argumentit, përveç se menjëmallësia. Kush i ka bë këta mos me përfituar prej argumentit, veç se menjëmallësia. Fudhal ibn Iyadi, Allah subhanahu wa taala pas më shërua dietar prej dietarëve të tabinëve.
thot, mas shumë të që më kanë ndikue në jetën time me i u kthye vetes, ka qenë një fjalë që më ka thonë dikush, cilin nuk e kam llogaritur në diçka shumë të madhe, por nuk ka qenë më një madh. Thot e kom pyetën, çka më këshillon diçka? Më ka thonë, idha lam tastahi fasna ma shit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse si vjen marrë bën çka dush. Thot çam ka shumë. Kush të ka thonë? O nuk është më rëndësi kush të ka thonë. A je të kuptu se çka të ka thonë? A je të kuptu që në formën e argumentimit? A je të kuptu argumentimit që vjen në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Jo po ka thonë ai. Po dhe se kjo me një madhësia, pastaj të bën me hub prej shumë diturive, prej shumë librave, prej shumë mësimeve, të cilat po mos e kishe pas me një madhësinë, kishe fitue fitimet mëdha. Çështja e dytë, për çështjeve më të rënda, për shkak se me një madhësia vjen sjell vetëm sherr, asnjëherë kur hajër nuk sjell, po sherrri më i madh që ta sjell është ja nol vetes, ja bën haram përfitimin për plot argumenteve. Çështja e dytë që ta sjell sherrin është vazhdimësia e parës, ata të cilët kanë me një madhësi jetën e tyre në mrena shpirtave të tyre e kanë jetën e tyre të vështirë. Ata nuk janë të qetë, ata janë të mërzitur, ata janë të shqetësuar, ata i shef në jetët e tyre, e në biseda kur fol me ta, janë pa bëm rahat. Çka ki që je pa bëm rahat? Se kërka kjo s'munët mo, kërka se si përshtatët, kur gjë këtina heq, kur gjë si përshtatët heq, është njëri i pa bëm rahat. Pse është njëri i pa bëm rahat? Për shkak se nga më një madhësia, ja ka ndalu vetes shumë mësime, edhe ja ka ndalu vetes me marr mësime prej argumenteve të sakta, kurse Allah subhanahu wa taala ka thonë wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kushdo që ja kthen shpinën përmendje se Allah subhanahu wa taala, ai ka me pas jetë të vështirë. Qysh ja kthen shpinën ky përmendje se Allahut? Po kjo ja kthen shpinën përmendje se Allahut për shkak se ky nuk i pranon argumentet, as nuk i pranon këshillat, as nuk i pranon udhëzimet, as nuk i pranon mësimet e të tjerëve. Çka mendon ky? Ky mendon që i ka me bë mësimet e veta. Mësimet e veta ku kanë çu këto? Ja, mësimet e veta kanë çu këto me i poshtruar me në shumë të tjerë. Edhe më kthy më lëvdua vetën e vet. Ku është përmendja e Allahut? Kërkon hiç. Çfarë dhikri bën ti gjatë ditës? Asnjë hiç. Cilat ibadete i kije nafilet ti gjatë ditës e gjatë natës? Asnjë hiç. Cili është kontributi jot për ummetin shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Asnjë hiç. A shef ku të ka qumë në masia? Wa man yu'rad an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër thotë kushdo që ja kthen shpinën përmendjes se Allah subhanahu wa taala e fjala dhikri në komentin shumicës e komentatorëve është ja ka kthy fjalën librit, udhëzimit, Kur'anit, sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato ka dënim. Dënim në dunja dhe dënim në ahiret. Dënim në dunja nuk është rahat, nuk është mirë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse kanë dëgjuar dikush prej juve se kanë pas shqetësime, s'kan mujt jenë kanë pa bëm rahat këtë dunja, se nini kur, as se keni ni, as nuk keni me ni. Për shkak se ata kanë pas ilaçin. E kanë pas shërimin. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ata të bëj ibadetin, të adhuru Allahun, të përmendë Allahun për marak zemrat e tyre. Për marak jetët e tyre. Për marak ana shpirtërore e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e nivelet të shkëlqyeshëm. Pse? Se nuk ja kanë kthye shpinën fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Prej sherreve të tjera ose prej sherrit të tretë, e që është prej sherreve më të rënda që njeriu ja shef me një madhësisë nëse e ka ato në veten e vet, është devijimi në veprime. Me që ka me një madhësi, nuk e merr diturien prej gati se kërkujt, mendon se vet është i aftë me i dhonë
udhëzimet për vete dhe për të tjerë, atëre i jep udhëzimet për vete në mënyrë të gabuar. Edhe jep udhëzimet për të tjerët në mënyrë të gabuar. Në hadithin e saktë, hadithin e njohur, personi i cili ka vrarë 99 vetë dhe ka dashur mu pendue, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fa dhahaba ila ar-rahib", ka shkuar te një njeri që bën ibadet, feselehu, edhe ka pyet: "Halli tauba", a ka për mu pendim? Atë ati ku ne ke pyet? Ti ke pyet ata që sekondash me pyet. Rahib është njeriu që bën ibadet, musliman i mirë, e pa diskutueshme. Ama jo për me u kallëzuar njerëzve, a mundesh mu pendu, as mundesh mu pendu ti kur i ke bën natën në vrasje, se kjo nuk e din këtë punë. Me që nuk e din këtë punë, edhe fol, atëre kur ka fol kjo që ka thonë, jo, më çfarë pendime, tesh. Ai një me mytën e s'panohet pendimi kurrë lema me mytën. Ai ke po ata munafikt e kohës, gjithmonë kur doin me sulmua musliman e përmenin. Ko shëmit në njëre, si kur me mytë këtë dënjohën, pa në të qafira pëti, se më ratër neve, da si ratër mytë kërkam. Edhe, e këthen, nëse dëmë me sëllmua ty, ta thot ty këta, po me mytë më të më. Qëfar, as pendim, as gjenet, as kur gjë eq. Se e ka pytë rahib, e ka pytë ato që nuk din, nuk ka një huri. Edhe kur folaj, kur fol, dhe vjen vetën e vetë mas pari. Se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur tregon për kohën kur ka më ardhur para se më bëhet dita kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më humb dituria. Dhe dituria ka më humb duke vdekur ulemat, se nuk humb dituria sikur që na mirë, na kur çomi në ditë s'ka dituri, ka humb, jo kështu. ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala e hek diturin duke vdek dietar. Dhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur vdes një dietar, feja islame i bëhet një çar. Atë çame nuk e plotson më kërkush deri në ditën e kiametit. Se secili prej dietarëve ka një veçori që tjerët nuk e kanë. Dhe kur vdes ai, që ato veçori që ka pasaj, që atë qarje, që ajo munges që ka bo islami, s'ka mu zavënsu deri në ditën e kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vdeksin ulemat, tash ka dek imami, a e xhamia s'mshelet. Ka dek imami i mirë, shkan hin një pus. Kështu, se s'ka mu mshet. Tash ku tin ai edhe hyp, sikur që ka hyp ai i mirë, hyp këtash. Edhe dona ato kanë vetë njerëzit, tash e vesin edhe këto, se njerëzit nuk kanë shumë mundësi me studiu kush është i ditur, kush nuk është i ditur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata i marrin pozitat e dietarëve pa qenë të tillë, edhe njerëzit shkonin i pyesin se ata nuk din me bë dallimin kush ka qenë i dituri, kush ka qenë i dituri, edhe pasi që pyeten këta japin përgjigjet. Kur të japin përgjigjet e humbin veten edhe i humbin ata të cilëve u kanë dhënë përgjigje. Kul, thuaj thot Allahu subhanahu wa taala, hal nunabbiukum bil akhsarina amala, a doni më tregue cilët janë njerëzit më të humburit? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, janë ata të cilët e kanë prish këtë aktivitetin e tyre, kurrë ka shkuar te Allahu subhanahu wa taala, duke qenë në jetën e kësaj bote, wa hum yahsabun, ata janë të llogarit, janë të menu, ennehum juhsinune sën'a, ata janë të menu që janë të bo mirë. Qish është e mundshme ti më konë të bo keq, e me menu e që e të bo mirë? A është e mundshme ti më konë të bo keq, me menu që e të bo mirë? Po, më konë të bo gjëna, je të menen që e të bo sevop, po që shote, si këne po, sevop thëshin është mos me bo, kufër mos me bo thëshin sevop. Ka keni mësu këto? Gjëna i madhë, adhi me bo mos me ndryshu ti situatën, thush që ishme situata më ndryshu me kufër, ke hinë gjëna. Këta njës të bo keq, e të menu se jenë të bo mirë. Ko që ka quë deri të që kjo pikë? Cili është shkaku që ka quë deri të pika që këta jenë të bo keq, kurse jenë të menu, jenë të logarit, jenë të bindur se jenë të bo mirë, se si kanë shyrë argumentet
djetarëve që kanë qenë përpara. Pse si kanë qyrë? Se kanë qenë me namaz, kanë menuar që këta e din vetë. Kush janë ata? Pse ja gjon një 2-3 gabime djetarit secillit, edhe thotë ky i keq, ky i keq, ky i keq, ky i keq. Pastaj ne pse mingu ata? Ata kanë kënd kështu. E bën nga vet. Kur ti bën nga vet, tani e kap të keqen. Edhe të keqen menon se është e bë mirë. وهم يحسبون llogaritin انهم يحسنون صنعا se janë duke bërë vepra të mira, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej kundër kësaj gjendje. Lutej bonte dua pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, Allahumma arina al-haqqa haqqa, o Allah thoshte na i mëso të vërtetën me pa të vërtetë. Warzuqna tiba'a, dhe na mëso me hec çasaj rruge, se ka njerëz të vërtetën e shohin të kot. Tani ku ta shet kot, ai vjen këtu. Gjithë ditën thirrë ti thotë ja se kjo është keq, sa të vërtetën ato po të kot. O arina al-batila batila, dhe bënte lutje gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zoti jon, edhe të kotën na bën ta shohim të kotë që ashtu që është, se me pa çështjet në realitetin e tyre është begati që ta jep Allahu subhanahu wa taala, por çështjet në realitetin e tyre ti nuk mundesh me pa me mend të tua, me minimalsin tonë, por të më këshirë rën gjenerat pas gjenerate, pejt ose deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të cilët e kanë marrë këtë fe që duhet. Çish i kanë trajtuar këto probleme? Njerëzit që kanë marrë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish i kanë kuptuar këtë çështje? Atëherë, të vërtetën është të vërtetë dhe shkon pasoj, të kotën është të kotë dhe largosh për sana. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me hek nga ne qoftë me nimasia dhe sa një grimc, për shkak se ajo nuk sjell vetëm se sherr. Wa qulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.